Kjo është gjendja e komisariatit numër 3 Pakor pas sulmit nga një grup protestuesish. Xhamat e thyer, dritare e dyer të dëmtuara janë pasoja që kanë mbetur nga ajo çfarë ndodhi pas protestës së 35 të qytetarëve para kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve u la shënim edhe në emërtesën e komisariatit dhe portën metalike. E dëmtuar nga ky sulm mbeti edhe kjo punonjëse e policisë, e cila ishte në detyrë në ato momente. Ishin një grup të rinj që rreth orës 23:45 të mbrëmjes së të shtunës qelluan me gur dhe shkopin komisariatin, duke hyrë edhe në dhomën e pritjes së godinës me kërkesën për të liruar protestuesit e arrestuar për dhunën para kuvendit M2 Korrik. Policia krijoi menjëherë një kordon sigurie në të gjithë perimetrin e komisariatit dhe po ashtu u përdor edhe ujë për të shpërndar protestuesit.